Nderuar zoti kryetari i Kuvendit, nderuar kolegë, reforma në drejtësi është nisma më e madhe dhe më e rëndësishme që Shqipëria ka ndërmarrë në këto 35 vite të demokraci. Ajo nuk është thjesht një projekt politik apo ligjor, është një akt shtetformues, një përpjekje e madhe për të ndërtuar më në fund një shtet që funksionon mbi drejtësinë dhe besimin e qytetarëve te ligji. Koha ka treguar se kjo reformë ishte dhe mbetet një domosdoshmëri për integrimin evropian, për shtetin e së drejtës që duam të ndërtojmë, si dhe për ngritjen e besimit të qytetarëve tek drejtësia, tek institucionet dhe e ardhmja. Ajo ka qenë dhe mbetet një kërkesë e vetë shoqërisë shqiptare, një thirrje për drejtësi të pavarur, të ndershme dhe të barabartë për të gjithë. Ky nuk është një proces i lehtë dhe as i shpejt, sepse kërkon ndryshim të mendësisë, kulturës dhe praktikave institucionale. Siç po ndodh edhe sot në këtë seancë debati, dëgjojnë shpesh kritika intimiduese, dyshime apo sulme ndaj reformës. Disa e quajnë të tepruar, disa e përshkruajnë si burim të problemeve të reja. Të tjerë, si disa nga kjo anë e sallës, e konsiderojnë edhe të dështuar. Por pyetja është, a mund të quhet dështim një reformë që ka sjellë ndryshime rrënjësore në funksionimin e shtetit dhe së drejtës në pritshmëritë e qytetarëve te drejtësia dhe institucionet e reja të saj? A mund konsiderohet dështim pavarësia e dhënë pushtetit gjyqësor, shkëputja e plotë e saj nga varësia ligjore dhe institucionale e pushtetit politik? Ndarja e qartë kushtetuese ndërmjet tre pushteteve, përmes pavarësisë së pushtetit gjyqësor, është arritja më e madhe e kësaj reforme. Kemi sot të fiksuar në kushtetut një model europian që garanton ekuilibrin dhe balancën ndarjen ndërmjet pushteteve, duke e vendosur gjyqësorin në një bazë të re kushtetuese. Si mund quhet dështim fakti që me zbatimin e këtij projekti tashmë sistemi i drejtësisë funksionon mbi parimin e vetë qeverisjes dhe vetë rregullimit, nëpërmjet ngritjes institucioneve të reja kolegjiale dhe monokratike, të cilat janë mekanizma ligjor që nuk ekzistonin deri dje, që garantojnë kalimin nga një varësi e heshtur politike në vetëqeverisje të garantuar institucionalisht. A mund të quhet dështimi reformës krijimi gjykatave të posaçme, prokurisë posaçme dhe byros kombëtare të hetimit, të cilat kanë çmontuar fenomenin e pandëshkueshmërisë nëpërmjet forcës goditëse në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit në nivelet e larta, gjë që ka marrë një mbështetje të fortë qytetare dhe është duke ndikuar në krijimin e besimit se askush nuk mund të jetë mbi ligjin. Si mund vlerësohet e dështuar reforma që përmes një procesi të jashtëzakonshëm të vettingut, të bekuar nga Komisioni i Venecias, edhe para një jave e konfirmuar në një konferencë ndërkombëtare të zhvilluar këtu në Tiranë, dhe të realizuar nën kujdesin dhe përfshirjen aktive të Komisionit Evropian. Ky proces me gjithë problematikat e tij në thelb ka luajtur dhe luan një rol tetë përcaktues në krijimin e kushteve që trupa gjyqtarëve dhe prokurorëve të përmbush standardet më të larta të integritetit dhe etikës me gjyqtarë dhe prokurorë me integritet dhe aftësi profesionale. A mund të konsiderohet e dështuar reforma në drejtësi, e cila mundsoi faktin që qeveria me vullnet të qartë bëri një ndryshim të fortë në filozofinë e sistemit të pagave, duke përmbysur të gjithë kufijt e arsyeshëm të hierarkisë së pagave në këtë vend, gjë që ka bërë që gjyqtarët dhe prokurorët të jenë sot ndër më të paguarit në rajon dhe të krahasueshëm me vendet europiane nëse marrim në konsiderat standardit tonë të jetesës dhe të pakrahasueshëm me 5 vite më parë. Si mund quhet dështim reforma në drejtësi, e cila i dha dritën jeshile vendit për vendimin e hapjes së negociatave me Bashkimin Evropian? Reforma në drejtësi ishte udhëheqësja e gjitha reformave në këtë proces, negocimi lidhur me kapitullin kyç për shtetin e së drejtës. Këto dhe shumë të tjera si këto nuk janë dështime, përkundrazi, janë suksese të prekshme, të njohura nga Bashkimi Evropian, teksa në disa raporte zyrtare dhe tij vlerëson qartë se reforma në drejtësi është transformimi më i thellë institucional në Shqipëri dhe kusht kyç për përparimin e procesit të integrimit europian, thot Komisioni Evropian. Nëse ju vështirësitë e rritjes, problemet e zhvillimit
të metat e dobësitë e procesit dhe problematikat e shfaqura në zbatimin e ligjeve të reformës i konsideroni dështim, është e drejta juaj, por kjo është logjik absurde. Pastaj le të mos harrojmë, paketa kushtetuese e vitit 2016 u miratua me votat e 140 deputetëve në një moment të rrallë dhe të vetëm të konsensusit kombëtar. U miratua me dorëtrokitje, me emocion, me shpresë, por dhe me një garë politike se kush do të merrte meritat e atij akti historik. Sot, kur dikush hedh balë mbi atë projekt që u votua konsensualisht, pyetja që duhet bërë është e thjeshtë: kundër kujt është në të vërtetë? Kundër reformës së miratuar konstitucionalisht, kundër projektit kushtetues të miratuar konsensualisht? Themelet kushtetuese të reformës, shtyllat e saj kushtetuese nuk mund të kontestohen. Reforma në drejtësi nuk ka kthim pas, dhe këtë nuk e thot mazhoranca, e thot Bashkimi Evropian, e thon partnerët ndërkombëtar, dhe më e rëndësishmja e thot shumica dërmuese e qytetarëve shqiptar që duan drejtësi dhe llogaridhënie. Reforma po ecën, mbase jo me ritmin që duam dhe në gjithçka, por e sigurt dhe në drejtimin që duhet. Askush nuk ka menduar se një reformë e këtyre dimensioneve do të ishte një reformë e lehtë, e shpejtë apo pa probleme. Përkundrazi, të mendosh ndryshe, këtë gjë do të ishte krejt naive. E thënë këtu në këtë sallë duket si një marrëzi. Zbatimi i kësaj reforme komplekse sigurisht që kërkon kohë, durim dhe përkushtim. Në këto vite reforma ka sjellë ndryshime pozitive, por dhe sfidat të ndjeshme që duhen adresuar me përgjegjësi, të cilat jo pak kanë vënë në provë durimin dhe besimin e shumë njerëzve. Janë problematika dhe sfida këto jo të reja për ne, por që kërkojnë adresim me shumë prioritet. Këto sfida janë pranuar nga vetë institucionet e drejtësisë dhe janë evidentuar në mënyrë të qartë nga Bashkimi Evropian dhe partnerët ndërkombëtar. Sfidat që ndeshim aktualisht lidhen në një masë të konsiderueshme edhe me eficiencën dhe koordinimin ndërmjet institucioneve qeverisë të sistemit, por dhe me mungesën e vizionit, forcën reaguese dhe aftësinë menaxhuese të leadershipit të drejtues të tyre. Kryesorja në gjykimin tim mbetet sfida për ndryshimin e mentalitetit të njerëzve që shërbejnë në sistem, apo që do të hyjnë të rinj në të. Mënyra e të menduarit, qasja dhe kultura e shërbimit në këto institucione janë sfida më e vështirë e këtij procesi që do të kërkojë kohën e vet të reflektimit, reagimit dhe ndryshimit pozitiv. Nuk do të ishte e shëndetshme nëse nuk reflektojmë e reagojmë në kohë mbi to. Çdo debat rreth tyre, çdo kritikë që adresohet me shqetësimin e përmirësimit të gjërave është veç pozitive. Siç e kam thënë edhe më parë, sistemi i drejtësisë ka nevojë jetike, si bima për ujin, për debatin e brendshëm, konstruktiv, për mendimin doktrinar, për kritikën dhe oponencën profesionale. Nga ana tjetër, edhe tensionet ndërmjet pushteteve nuk duhen konsideruar herezi kur zhvillohen brenda normave të debatit të shëndetshëm dhe në funksion të interesit publik. Duhet të mësohemi ne dhe pushteti gjyqësor të përballojmë dhe zhvillojmë ato me qetësi, me maturi dhe me argumenta. Prirja për t'i qëndruar larg bashkëveprimit dhe ndërveprimit institucional ndërmjet pushteteve dhe institucioneve të tyre është një qasje tërësisht e gabuar dhe jo në frymën kushtetuese. Këtu duhen kërkuar dhe arsyet e një sër problematikash që ka sot sistemi, lidhur me nevojën për amendime ligjore, për sigurinë dhe kushtet e punës në gjykata e prokurori, dhe sidomos lidhur me eficiencën e vetë sistemit dhe shërbimet që ai i afron ndaj qytetarit. U bën disa vite që në këtë sallë kam trajtuar nevojën për një analizë të zbatimit të reformës në drejtësi të realizuar përmes një procesi gjithëpërfshirës dhe transparent, si kusht për reflektim dhe përvlerësimin e nevojës për ndërhyrjet ligjore dhe institucionale të mundshme. Sot, pas më shumë se një dekade, është koha për një analizë të thelluar dhe të përbashkët të zbatimit të reformës në drejtësi, jo për arnime ligjore që kërkohen her pas here, të cilat nuk japin zgjidhje, përkundrazi e fshehin problemin. Kjo është rruga për të forcuar reformën, jo duke e sulmuar, por duke e përmirësuar, jo duke e politizuar, por duke e mbështetur e ndihmuar në vështirësitë e saj të rritjes. Dhe këtë proces përmirësimi duhet ta bëjmë bashkë përmes një dialogu të hapur institucional, konstruktiv dhe transparent.
Përvoja e këtyre viteve në zbatimin e reformës në sistemin e drejtësisë dhe vetë praktika parlamentare e ndjekur dikton nevojën për ta ndryshuar dhe përsosur shumë më mirë edhe vetë procesin e koordinimit, monitorimit dhe mbikëqyrjes së institucioneve të pavarura. Kuvendi ka në këtë proces një rol parësor për reflektim dhe veprim. Komisioni, të cilin kam privilegjin të drejtoj, e ka këtë pjesë kyçe të misionit të tij. Në reflektim të përgjegjësisë sonë në zbatimin e funksionit ton kushtetues, të kontrollit parlamentar, i etik për demokracinë parlamentare dhe shtetin e së drejtës, ne duhet kujdesemi që procesi i mbikëqyrjes parlamentare të jetë i vazhdueshëm, aktiv dhe analitik, jo formal dhe thjesht e vetëm statistikor. Raportet që vijnë nga institucionet nuk duhet të jenë thjesht të dhëna statistikash dhe përmbledhje numrash, por të pasqyrojnë problemet reale të sistemit në dhënien e drejtësisë dhe analizën përkatëse të tyre. Duhet të krijohet në kufijtë e kushtetutës një proces publik i shëndetshëm, llogaridhënie dhe transparence. Ky ka qenë edhe qëllimi kryesor i ligjvënësve, i kushtetutës, kur i dha këtë atribut kuvendit dhe kur i ngarkoi këtë detyrim këtyre institucioneve përballë kuvendit. Mbikëqyrja aktive parlamentare në kufijtë kushtetues nuk është rrezik për pavarësinë e drejtësisë. Përkundrazi, është garancia më e mirë për mbrojtjen e saj, por njëherësh edhe hapësira dhe mekanizmi më efikas dhe i domosdoshëm për të rritur llogaridhënien e transparencën e të gjitha pushteteve përballë njëri tjetrit dhe në vëzhgimin dhe vlerësimin e publikut. Ky ushtrim demokratik është gjithashtu një domosdoshmëri për forcimin e shtetit të së drejtës dhe demokracisë në vend. Të nderuar kolegë, nuk mund të ketë drejtësi të re me mentalitet të vjetër. Drejtësia nuk fillon në sallën e gjyqit. Ajo fillon në ndërgjegjen tonë si qytetar, fillon para së gjithash nga ne si ligjvënës, në mënyrën se si i hartojmë dhe i respektojmë ligjet, si e trajtojmë njëri tjetrin dhe se si ndërtojmë bashkëpunimin dhe llogaridhënien institucionale dhe sidomos këtë proces debati llogaridhënës me institucionet kushtetuese të pavarura të sistemit të drejtësisë. Kjo është përgjegjësia e çdo institucioni, por mbi të gjitha e Kuvendit të Shqipërisë. Është përgjegjësia jonë, e cila duhet bëhet garanci për ruajtjen dhe përparimin e reformës. Ne duhet ta çojmë përpara reformën e vitit 2016, ta mbrojmë nga deformimet, nga sulmet politike dhe nga intimidimet, ta udhëheqim drejt konsolidimit. Ky është vullneti që buron nga interesi i qytetarëve, nga pritshmëritë e tyre ndaj nesh si përfaqësues të tij, si dhe ndaj institucioneve të drejtësisë. Ky është dhe interesi i lartë publik që duhet na bëjë të punojmë bashkë, të ndërveprojmë dhe koordinojmë institucionalisht, sepse drejtësia është themeli mbi të cilin ndërtohet besimi i qytetarëve tek shteti dhe ardhmja europiane e Shqipërisë. Dhe në fund dua të bëj një sqarim. Meqense e kam dëgjuar shpesh në këtë sallë. Dikush se di se nuk e ka kuptuar apo se nuk do ta kuptoj, vazhdimisht këtu në këtë sallë thotë struktura të reja, institucione të reja, etj. etj. Tashti unë do t'ju lexoj listën e institucioneve që ne se kemi sot. Dhe siç ishte, si ishte dhe si është sot. Kishim dije gjykatë kushtetuese, kemi sot gjykatë kushtetuese. 9 antar ishte dije, 9 antar është sot. Kishim dije gjykatë lartë, kemi sot gjykatë lartë. 19 antar ishte dije, 19 antar është sot. Kishim dije KLD-n, kemi sot KLG. Kishim dije inspektoriat pranë KLD-s, kemi sot inspektoriat të lartë të drejtësisë. Kishim dije prokuror përgjithshëm, kemi sot prokuror të përgjithshëm. Po kur ta kuptosh ti jam dakord. Kishim dije shkollë magjistrature, kemi sot shkollë magjistrature. Kishim dije gjykat të krimeve të rënda, kemi sot gjykat të krimeve të rënda. Kishim dije prokurorit të krimeve të rënda, kemi sot SPAK-u. I vetmi ndryshim dhe vetmi strukturë e re është Këshilli i Lartë i Prokurorisë. Të gjitha të tjerat kanë qenë dije, janë dhe sot. Me të njëjtin numër që ishin dije, me të njëjtin numër që janë sot. Tashti se si e lexoni ju reformën është puna juaj.